Liga Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës bashkarisht, si dy parti që janë më të vjetra se lëvizjeve të vendosjes, le të na i sjellin 3 emra të personaliteteve unifikuese, të figurave që kanë reputacion të lartë për nga integriteti qytetar edhe kombëtar, por natyrisht edhe për nga kontributi profesional në shoqëri. Dhe këtyre 3 emrave ne mund t'ja sigurojmë mbi 90 nënshkrime, sepse për të aplikuar një kandidat i duhen 30 nënshkrime të deputetëve të kuvendit. Vetëvendosja me PDK-n edhe me LDK-n së bashku e garantoj një gjë të tillë. Në rast se ata na i sjellin neve 3 emra të personaliteteve unifikuese jashtë skenës aktuale politike, atëherë dy kandidaturat tona, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njupca dhe deputetja e Kuvendit të Republikës doktorja Fatmire Mulhaxha Kolçaku do të tërhiqeshin. Pra, le të na i sjellin deri nesër mbrëmë 3 emra të personaliteteve unifikuese jashtë skenës aktuale politike, sepse presidenti duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit, ashtu e kërkon kushtetueshmëria jonë, dhe me atë rast menjëherë këta të dy, edhe në mbledhjet që po të mbrëm, thamë se tërhiqet.